Gjatë periudhës së dimrit, Dardha dhe Voskopoja, dy fshatet e njohur turistik në juglindje të vendit, kanë qenë të kërkuar nga turistët vendas dhe të huaj, në veçanti gjatë ditëve kur fshatet kanë qenë të mbuluar në rreshjet e dëborës. Dardha dhe Voskopoja janë të mbushura me turistë. Juglindja e Shqipërisë ka qenë një nga destinacionet më të kërkuara turistike edhe gjatë sezonit dimëror. Turistë të shumë vendas por dhe të huaj kanë zgjedhur të kalojnë fundjavat në zonat malore të kësaj treve, veçanërisht në fshatrat turistik të Dardhës e Voskopojës, sidomos në ditët kur rreshtet e dëborës krijojnë atmosferë të veçantë dimërore. Në Dardhë, një nga atraksionet kryesore mbetet skipista, e cila këtë sezon është frekuentuar nga një numër i madh vizitorësh. Administratori i saj, Thoma Tasha, tregon se gjatë gjithë sezonit dimëror, pista ka pritur jo vetëm turistë vendas, por edhe të huaj të apasionuar pas sporteve të dëborës. Megjithse sezoni këtë vit që një sezon i shkurtër, numri i turistave ka qenë shumë më i lartë nga viti i kaluar. Numri më i madh i turistave kanë qenë në vendas, nga i gjithë Shqipëria, por kishte edhe indianë, kishte pjesën më të madhe nga Azia. Ishte një fluks me të vërtet shumë i madh. Edhe Voskopoja, sipas operatorit turistik Anton Falo, ka qenë një tjetër pikë preferuar për turistët. Sipas vetë operatorëve turistik, ky sezon dimëror ka sjellë fluks të konsiderueshëm vizitorësh, veçanërisht gjatë festave të fundvitit dhe në fundjavë të muajve të dimrit. Po si çdo vit, për Krishtlindjen dhe për vitin e ri, kishte fluks siç kemi çdo vit dhe zakonisht fluks në Voskopoj ka vetëm në fundjavë. Kur ka rreshtet borë ka detyrimisht më shumë turistë, pasi turistët duan borë. Ndërkohë, gjatë sezonit dimëror edhe hotelet dhe bujtinat në qytetin e Korçës kanë pritur një numër të madh turistësh vendas e tuaj. Sipas llogaritjeve minimale, vetëm në periudhën nga 23 dhjetori deri me 3 janar, të ardhurat nga turizmi në qytet kanë arritur mbi 2.5 milionë euro, duke konfirmuar edhe një herë rolin e rëndësishëm të turizmit dimëror në ekonominë e zonës.